Ka pas një dallim me zotin Kurti, sepse ka qenë më e pranueshme dhe më bashkëpunuese me faktorin ndërkombëtar. Është duke dashur që ta bëjë një presion publik medial ndaj zotit Kurti. Një pjesë e punëve që reprezenton zonja Osmani nuk janë të saj. Presidenti Osmani është në një pozitë shumë të vështirë, sepse gjithë konteksti politik ka ndryshuar në raport me vitin 2021, kur është zgjedhur për herë të parë, dhe tash varet nga shumë faktorë të tjerë, të cilët nuk janë në dorën e saj. Çdo gjë do të varet nga zoti Kurti, sepse 51% ja jep këtë mundësi, këtë hapësirë, edhe deri në momentin e fundit as vetë presidenti Osmani nuk do ta ketë të qartë nëse do të rikandidohet sërish nga zoti Kurti apo jo. Presidenti Osmani në nivelin vendor, kosovar, ka qenë plotësisht në binarët e njëjtë, në frekuencat e njëjta me zotin Kurti, me kryeministin Kurti gjatë mandatit të tij. Mirë po në arenën ndërkombëtare ka pas disa suksese, ka pas një dallim me zotin Kurti, sepse ka qenë më e pranueshme dhe më bashkëpunuese me faktorin ndërkombëtar, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet të fuqishme të BE-s. Kështu që disa punë janë merite e saj, por gjithsesi besoj që është e qartë se sa ka qenë ndikimi i saj real politik. Është duke dashur që ta bëjë një presion publik medial ndaj zotit Kurti, por edhe nëse eventualisht nuk rizgjidhet, nuk rikandidohet, atëherë ta ketë një lloj alibie, një lloj arsyetimi për atë se nuk ka qenë arsyeja e mos punës saj, e mos suksesit saj, por kanë qenë rrethana tjera të cilat janë diktuar nga zoti Kurti, dhe gjithsesi është një PR, është një dëshirë e saj që mandati i saj të mbahet në mend me suksese, sipas perspektivës së saj. Mirë po gjithsesi vendimin më realist e japin qytetarët, e jep sfera publike, dhe kjo nuk varet krejtësisht nga fushata mediale e zonjës presidente. Është e pritshme, është në përpjekjen e saj për të krijuar, me ta themi, një opinion përgjithshëm që zgjedhja e saj është e duhura, e nevojshme. Natyrisht është e kuptueshme sepse është aktor politik dhe praktikisht është edhe në kuadrin e fushatës. Nuk parashihet me ligj që të ketë, ta themi, një periudhë fushate për kandidat për president. Gjithsesi, kjo nuk e ndalon që të komunikoj me publikun, me njerëzit që para se gjithashtu të krijohet opinion publik. Kjo nuk mund të ndryshojë sjelljen e partive, sepse sjelljet e partive nuk varen detyrimisht nga, sa themi, opinioni publik i krijuar në një moment të caktuar, së paku ju të rasti presidentit. A mund t'i kushtoj pastaj me votë? Një pjesë e punëve që reprezenton zonja Osmani nuk janë të saj, po s'do të thotë që si ka bërë mirë se angazhim që ka pasur profesionalisht. Pyetja që shtrohet këtu pastaj është se zonja Osmani flet edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Edhe unë besoj që do të ishte më mirë që prej saj që të ftonte krijon e Lidhjes Demokratike të Kosovës për të ofruar, si ta themi, qëndrimet e saj dhe natyrisht edhe ofertën e saj për të qenë e para e vendit në kuptimin e një komunikimi vendos me partitë që duhet ta votojnë zonjën Osmani, ku vendos kanë mundësi ta bëjnë të njëjtën.